Në sallën e madhe të Kuvendit Komunal të Ulqinit u mbajt një orë përkujtimore në ndërim të juristit, studiuesit dhe antarit të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi, Hajrullah Hajdari. Ngjarja organizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Maltëzi në bashkëpunim me shoqatën e artistëve dhe intelektualëve Art Club. Ceremonia nisi me 1 minutë heshtje udhëhequr nga kryetari Art Club Ismet Kallaba, i cili më pas foli për jetën dhe veprën e të ndjerit, duke kujtuar kontributin e tij në kulturë dhe shoqëri. Jemi të buar sot në këtë orë përkujtimore për të kujtuar dhe nderuar një personalitet dhe veprimtar të zellshëm shoqëror, studiusin dhe ekonomistin Hajrullah Hajdari, i ndarë nga jeta para disa ditësh në moshën 76 vjeçare. Në fillim, në shenjë nderimi për të, ju ftoj që të mbajmë 1 minutë heshtje. Nderim dhe lavdi jetës dhe veprës së tij. Ai ka lindur në fshatin Bobosh të Krajës, buz liçenit të Shkodrës, në vitin 1949, ku ka kryer edhe shkollën fillore. Shkollën e mesme ekonomike e ka kryer në Gjakov, ndërsa shkollën e lartë administrative e pastaj fakultetin juridik në Prishtinë. Nga viti 1969 deri në vitin 1974 ka punuar në Kraj, Gjakov e Prizren. Pas studimeve, filloi të punoj në kombinatin e duhanit në Gjakov. Më pas, u punësua si sekretar i shkollave të Hasit, rrethit të Prizrenit. Në vitin 1975, u kthye në Ulqin dhe punësohet në drejtorinë e të ardhurave. Nga viti 1990, ka ushtruar detyrën e drejtorit në disa ndërmarrje publike në Ulqin. Për shumë vite, punoj si drejtor i ndërmarrjes për ruajtjen e pyjeve dhe egërsirave në Ulqin. Më pas, u zgjall drejtor i ndërmarrjes për veprimtaritë komunale në Ulqin. Në kuadër të këtyre detyrave udhëheqëse të ndërmarrjeve, ai u dallua për profesionalizëm, etik dhe përkushtim ndaj shërbimit publik. Ai ishte angazhuar në jetën publike edhe politikisht, që nga fillimi i pluralizmit politik në Malin e Zi. Për 20 vite rresht, ka qenë këshilltar i Lidhjes Demokratike në Maltëzi në Kuvendin e Komunës së Ulqinit. Po ashtu ka qenë antar i disa trupave të punës dhe organeve juridike në Kuvendin e Malit të Zi. Ka qenë antar i komisioneve të ndryshme parlamentare, antar i Komisionit Zgjedhor Republikan në Maltëzi. Aktualisht, ishte antar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi. Pas daljes në pension, krahas punës në zyren e kontabilitetit dhe çështjeve juridike, është marrë me kërkime shkencore të çështjeve historike, politike, të drejtave e tjerë që lidhen me Ulqinin, Krajën dhe shqiptarët në Malin e Zi në përgjithësi. Si rezultat i kësaj pune kërkimore shkencore, ka botuar librat. Shqiptarët në Maltëzi, nga Kongresi i Berlinit deri në vitin 1941, Art Club Ulqin 2016. Ulqini në dokumentet malazeze, nga vitin 1880 deri në vitin 1915, Art Club Ulqin 2018. Pronat dypalshe të shqiptarëve në Maltëzi në të dy anët e kufirit, Shqipëri Mali Zi, Art Club Ulqin 2019. Pozita kushtetuese juridike dhe politike e shqiptarëve në Maltëzi 1945-1990, Art Club Ulqin 2021. Shqiptarët në Maltëzi nga Kongresi i Berlinit deri në vitin 1941, botimi i dytë i plotësuar, Ulqin 2021, dhe balshajt dhe objektet kishtare në Goricat e liçenit të Shkodrës, Shkodër 2025. Pashtu ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore dhe ka bashkëpunuar rregullisht me të përjashmen koha javore. Ai u ndan nga jeta në kulmin e veprimtarisë së tij krijuese, kur kishte edhe shumë për të na dhënë, sidomos në fushën e studimeve mbi shqiptarët në Malin e Zi. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi, Fajkni, ka vlerësoj figurën e Hajrullah Hajdarit si një intelektual me ndjenja të thella dhetare dhe me përkushtim të palëkundur për çështjen kombëtare të shqiptarëve në Maltëzi. Shqiptarët në Maltëzi dhe jo vetëm, sot përulen me respekt të thellë para jetës, veprës së kolegut ton, antarit të Këshillit Kombëtar, juristit, studiusit, adhetarit Hajrullah Hajdari, i cili ndroi jetë para pak ditëve. Hajroja, siç ne e thrisnim,
ishte një aktivist i palodhur i çështjes kombëtare dhe punoi deri në frymën e fundit për të vënë në dritë të vërtetën tonë historike dhe për të mbrojtur e promovuar të drejtat e shqiptarëve në Maltezi. Hajroja u largua nga kjo jetë, por Këshilli Kombëtar dhe unë si kryetar humbem një këshilltar shumë të çmuar sa herë që përballeshim me sfida. Ai na mësoi se mbrojtja e të drejtave tona kombëtare nuk është vetëm retorik, por punë e përditshme, angazhim i vazhdueshëm dhe se vetëm me fakte e argumente mund të përmballemi me të gjithë ata që përpiqen ta shtrembrojnë të vërtetën për ne dhe të na mohojnë të drejtat tona kombëtare. Në analizat dhe këshillat e tij të përditshme, Hajroja dha propozime të qarta për nevojën e hartimit të një strategjie kombëtare për shqiptarët në Maltezi dhe për domosdoshmërinë e përfaqësimit dinjitoz të shqiptarëve në institucionet e vendit. Besojmë fort se kujtimi për Hajrullah Hajdarin nuk do të shuhet. Ai la pas vepra të një rëndësie të veçantë për shqiptarët, sepse nuk ishte vetëm studiues i historisë tonë, por veç shembulli i një intelektuali në kuptimin e plot të fjalës. Përveç angazhimeve profesionale e familjare, ai dha kohë të çmuar nga jeta e tij për çështje shoqërore, për të hedhur dritë mbi të vërtetat historike që ai i besonte, i kërkonte, i mbronte dhe i shkruante me përkushtim. Jeta e tij ishte një dëshmi e rrallë e dashurisë për dhëun dhe se dashuria nuk matet vetëm me fjalë edhe fjalime të mëdha, por me veprime të përditshme, me sakrifica e përkushtim. Në emër të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltezi, i shpreh mirënjohjen e thellë familjes Hajdari për durimin dhe mbështetjen që i kanë dhënë gjatë gjithë punës së tij. Premtojmë se Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve do të kujdeset për veprat e Hajros që të botohen e ribotohen si një thesar i çmuar i identitetit dhe historisë tonë kombëtare. Për veprimtarinë e tij në aspektin fetar dhe në rolin që kishte në Bashkinë Islame, folën kryemami i Bashkisë Islame në Ulqin, Ali Bardhi, dhe zëvendës reisi i Bashkisë Islame të Malit të Zi, Omer Kajoshaj. Me këqarit të thellë, shpirtërore morëm lajmin e hidhur të ndërrimit të jetë të Hajrullah Hajdarit, personalitet i shquar i vendit tonë, veprimtar, studiues e tjerë. Ai ishte një intelektual i përkushtuar, humanist, patriot i devotshëm dhe një qytetar shembullor. Ai u dallu për profesionalizëm, etik dhe përkushtim ndaj shërbimit publik. Në jetën publike ai ishte edhe një aktivist i angazhuar politikisht gjithmonë në mbrojtje të vlerave të përbashkëta, të drejtës dhe dinjitetit njerëzor. Me fjalë të qarta dhe qëndrime të ndershme ai kontriboi për një shoqëri më të drejtë dhe më të vetëdijshme. Ishte i njohur për qasjen e tij të matur, për aftësinë për të dëgjuar dhe për vendosmërinë për të vepruar me përgjegjësi. Në momentet më kritike për shqiptarët në ish Jugosllavia, ai angazhua në jetën politike duke u bërë pjesë e formacionit të parë politik të shqiptarëve në Malin e Zi, Lidhjes Demokratike në Malin e Zi, duke ushtruar detyra të ndryshme. Në mandatin aktual u zgjodh antar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi. Por krahas punës në zyrën e kontabilitetit dhe çështjeve juridike, u mor edhe me hulumtime shkencore, duke hulumtuar në arkive të ndryshme, ku dhe unë personalisht pata fatin që të bashkëpunoj në disa projekte rreth hulumtimit dhe dokumentacionit të arkivor të xhamive, të cilat kanë rezultuar në këto punime në dorëshkrim të papublikuara, hulumtimi dhe studimi i arkivave të xhamive në kraj në vitin 2012, për cilën edhe flitet edhe për Goricat, pra pronësia atje dhe çështjet e tjera, rreth vakefit, hulumtimi dhe studimi i arkivave të xhamiave në anë të Malit Ulqin 2013 dhe hulumtimi dhe studimi i arkivave të xhamiave në Këshillin e Bashkisë Islame të Ulqinit në vitin 2014. Të gjitha këto punime janë deponuar në arkivin e fondit për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të popullit pakic në Malin e Zi. Gjithmonë Ndjera Hajrullahi më thoshte që ti publikojmë, por inshallah pas domethënë gjithë këtë punë që kemi realizuar janë dorëshkrime, por që në të ardhmen shpresojmë që t'ja çojmë amanetin në vend.
Si studius dhe intelektual i angazhuar, ai kultivoi një qasje bashkëpunuese dhe ndërdisiplinore, duke ndërtuar ura komunikimi me hulumtues të tjerë brenda vendit dhe me gjerë. Puna e tij karakterizohej nga përkushtimi ndaj dokumentimit të kujtesës kolektive, analizës historike dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Qasja e tij nuk ishte vetëm analitike, por edhe etike, duke parë dijen si një formë shërbimi ndaj komunitetit dhe si mjet për ndriçimin e të vërtetave historike. Hairullah Hajdari ishte ndër ata njerëz që lënë gjurmë të pashlyeshme, me një përkushtim të heshtur, por të palekundur. Ai i dha jetë fjalës së shkruar dhe kujtesës historike përmes 6 librave dhe 10 artikujve studimor, të cilët i ndërtoi mbi hulumtime të thella në arkiva, dokumentet e vjetra dhe burimet e ralla. Ai nuk shkruante për të treguar veten, por për të ndriçuar rrjenjët e popullit ton, për të ruajtur kujtesën kolektive dhe për t'i dhënë zë atyre që historia shpesh i le në harresë. Në fushën e historisë lokale, kombëtare dhe jurisprudencës, ai u bën një zë i qartë dhe i argumentuar që dinte të lidhte faktin me ndjesinë, dokumentimin me rrëfimin dhe të kaluarën me përgjegjësinë e së tashmes. Deri në çastet e fundit të jetës së tij hulumtoi edhe në arkivin e Malit të Zi në Cetin, arkivin e Republikës së Shqipërisë në Tiranë dhe arkivin qendror të Dubrovnikut në Kroaci, nga ku publikoi shumë punime referuar këtyre dokumenteve dhe u bë prijetar i përkthimeve dhe publikimeve të tyre. Po kështu punimet e veta i ka botuar edhe në shumë gazeta dhe revista të tjera, ku këtu përmend koha javore, si edhe jashtë vendit në Shqipëri, Kosovë, Lugina, Preshevës, Zvicër, gjurmë historike e tjerë. Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore dhe botime nga këto konferenca, ku disa prej tyre kanë marrë pjesë edhe në bashku me të cilat janë publikuar në librat në arkivat shqiptare. Librat e tij mbeten një pasuri për studiusit, nxënësit dhe për gjithë ata që kërkojnë dhe kuptojnë më thellë rrjenjët e vendit dhe të besimit. Kisha dëgjuar për veprimtarinë e tij shkencore, patriotike, kombëtare, por fati kishte dashur që unë me to të takohem vetëm në vitin 2022, pra para 3 vjetësh. Atëherë kur kërkova që të takohem me anëtarët e Këshillit për ndërtimin e xhamisë në fushë të Ulqinit, dhe pozitivisht u befasova kur e kuptova se Hairo Hajdari ishte një ndër anëtarët e këtij këshilli. Me Hairon, me Omerin tjetër, pra Omer Shabanin, me Ali Bardhin, kishim takime të shumta rreth këtij projekti. Dhe gjatë gjithë kohës unë menoja se jam unë ai i cili po ju jap shpresa që me ndihmën të Zotit do të ndërtohet xhamia. Por në fakt më vonë kuptova se ishte Hairo ai i cili më jepte mua kurajo që të qëndroj besnik planeve tona, stoikisht mos të lëvizim, të qetë karshi pengesave që delnin para nesh. E kuptova se ai ishte në moshën që ka mund tash atëherë kur u formua këshilli për ndërtimin e xhamisë. Pra para 22 vjetësh. Ai më mësoi se pa marrë parasysh pengesat në çfarë do forme që të jenë, kur planifikon diçka e cila është fisnike, e cila është në dobitë e vendit, në dobitë e popullit, në dobitë e kombit, kur mos u tërheq nga ajo, pa marrë parasysh sa kohë do kaloj. Dhe është krahas dëshirave tona është caktimi i Zotit se kush largohet kur nga kjo botë. Por mbeti në një kuriozitet në këtë historinë tonë të përbashkët. Pa e ditë, sepse vdekja është vetëm caktimi i të Mallit Zot, 16 ditë para se Hairo Hajdari të ndrojë jetën e fillon punimet në xhamin e Madh në Ulqin. Edhe kolegës Alisi thash hajta botojmë, sepse kanë nga ata që do gëzohen. Nuk e kom ditur unë atëherë që Hairo do ndrojë jetë 2 javë mas. Por tani jam aq i gëzuar për atë lajmin që botuam, sepse e di pa dyshim se ai e lexoi lajmin, e ndigjoi lajmin që filloi të punohet edhe projekti, edhe një ndër projektet të cilët ai kishte kushtuar një pjesë të jetës së tij. Hairo Hajdari pas rahmet, inshallah
banori i xhenetit. Pa dyshim çdo vepër që ka bë, ajo do lajë gjurmë. Të gjithë librat që i ka botuar ato punime shkencore për të cilat Aliu foli, jam optimist që do botohen një ditë. Por unë mendoj dhe s'kam frikë të them që ato muret e xhamisë që shpejt do fillojnë do të ndërtohen, do jetë një nga veprat e tij më madhështore në të cilën ka dhënë kontribut. Në fund, në emër të familjes me kujtime dhe fjalë mirënjohjeje për jetën dhe personalitetin e tij, u shprehën dhëndri i të ndjerit Mustafa Bardhi dhe djali i tij Besnik Hajdari. Hajroja shtrohet në spital. Ne shkom në një sheq dhe unë e besoj, çka keni dëshirë për të grënë Hajro? Ai thot, këtu i kam ushqimet, këtu i kam të gjitha, por ma sillni kompjuterin sepse kam lënë librin për gjys. Ne i çom kompjuterin dhe më thot, merrni një USB-n, shkoni në Shkodër, shiqone, mi sjellni t'i bëj përmirësimet dhe le të vazhdoj me punimin dhe me botimin. Kështu Hajro me pas kalon në rrezatim dhe kur vjen në shtëpi, ne i kemi sjellur 30 kopje pa ditur Hajro, ishte premte masditje dhe thot Mustaf, a i keni quar librat në librarinë e qytetit. I them, si t'i quajmë librat, ishte premte masditje, mos ta shqetësojmë Faikun dhe gjithë punojësit e librarisë, ta presim të hënën. E hënja thot është vonë. Por dua që mundin tim ta shofi gjithë qyteti dhe gjithë dashamirët e mi. Ne ja quam librin dhe i thami, Hajro, librin e kemi qunë në librari. Pa i thot, tash edhe me ndrujet, nuk ka problem. Ky është një moment i fundit që difton për kushtimin e tij ndaj punës, ndaj kombit, ndaj veprës së mirë në të mirë të gjithëve. Dhe momenti i dytë është kur në ditën e vorrimit në orën 8 të mëngjesit vjen një familje nga Kosova, me ju thënë të drejtën, unë nuk e njihsha, familjarët e kanë njoft, nga Deçani, një burr i 80-tave, me një djalë me nevoja të veçanta, me vajzën e tij dhe me djalin tjetër, vinë në vorrim dhe me thrasin mua, ishte me duket Muni Babazi aty dhe thot, Mustaf, kanë ardhur musafirët nga Kosova dhe nuk e din se si i keni traditët. Unë shkoj te këta dhe i them, vorrimi është në ora 12, me pas kemi dreken, ju mos lëvizni, por si ka mundësi, thëm që unë nuk ju njoh ju. Ndethe jemi nga Deçani, kemi 30 vjetë që kemi ngrënë bukën e Hajro Hajdarit në kohën e luftës së Kosovës. Dhe kemi pasur pa mundur që mos të përcjellim unë bashkë me familjen time. Kështu që këta janë dy momentet e fundit të Hajros, të cilët disi më mbeten në kujtesë që diftojnë për humanizmin e tij dhe për punën në shërbim të kombit. Pa jo marrur kohë, ju falenderoj të gjithëve në emër të familjes sime, në emër të Besës dhe dy djemve të mi, dhe ju them që ju shpërbleshim në gëzime. Faleminderit për gjithë atë mund, atë ditën e vorrimit dhe edhe sot që jeni prezent dhe që na keni respektuar ne si familje, gjithsesi dhe familjen e Besnikut. Të nderuar shok, koleg, bashkëpunëtor, miq të afërm dhe gjithë ju të pranishëm. Do përpiqem që të them me dy fjalë zemre, sepse për veprimtarinë e tij dhe për ata që ka pas folen pas paraardhësit. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të vajtuar humbjen tonë, po për të kujtuar dhe nderuar jetën e një njeriu që la gjumë të pashlyeshme në zemrat tona. Është e vështirë të gjesh fjalët e duhura sepse asnjë fjalë nuk mund të përshkruajë plotësisht dashurinë, mirësinë dhe ngrohtësinë që ai na ka dhuruar gjatë gjithë jetës së tij. Kur mendoj për të,
më vinë në mendje kujtimet e thjeshta, ato momentet e vogla që në të vërtet janë më të mëdha. Një bushqeshje që të ngroh shpirtin, një këshill që të udhëheq, apo një përqafim që të jep forcë. Ishte një njeri që dinte të donte, të falte, të kujdesej për ne dhe për të tjerët. Në shtëpi ai ishte dritë, një prani që sillte qetësi, një zë që bashkonte, një zemër që rrihte për të gjithë ne, duke na treguar shembullin e tij se çfarë do të thotë durim, dashuri dhe dinjitet. Mbaj mend duart e tij, të forta, të lodhura, por gjithmonë të gatshme për të na ndihmuar. Mbaj mend sytë e tij, që edhe pse nuk flisnin shumë, tregonin gjithçka. Dashurinë, kujdesin dhe shqetësimin apo gëzimin. Mbaj mend zërin e tij, i butë kur na këshillonte, i vendosur kur na mësonte, i ngrohtë kur na përqafonte. Baba im nuk ishte vetëm prind, ai ishte mësuesi im i parë, udhërrëfysi im në jetë, ai më mësoi se çfarë do të thotë të jesh njeri i ndershëm, i drejtë, punëtor, adhëtar, patriot dhe i dashur. Më mësoi që njeriu nuk matet me fjalët, por me vepra që le pas. Dhe çdo ditë të jetës e tij, ai e dëshmoi, e tregoi me shembullin e tij. Për veprat e tija profesionale, studimore, shkencore, humanitare apo komunitare, folen parafolësit, por ai kishte edhe dobësitë e vet. Dobësitë e tij ishin 4 niprit e tij, që nuk kursente asgjë për të plotësuar të gjitha dëshirat që ata kishin, duke ndenjur me orë të tëra, duke folur për gjëra të ndryshme. Sot, me shumë dhimbje duhet të ndjej mirënjohje. Faleminderit baba për gjithçka që na dhe, për çdo sakrificë që na bëre pa u ankuar, për këshill, për çdo bushqeshje, çdo përqafim. Ti ishe dhe do të mbetesh gjithmonë heroin i vërtet. Le ta kujtojmë gjithmonë me bushqeshje, ashtu siç donte ai. Të mos lejojmë që trishtimi të mbolojë mirënjohjen, sepse jeta e tij ishte një dhuratë për ne, një dhuratë që do të mbajmë me krenari, me dashuri, me mall. Në emër të familjes, ju falenderojmë Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve dhe shoqatën e artistëve intelektualëve Art Club për organizimin e kësaj përkujtimore. Ju falenderojmë përzemërisht. Përshëndesim në veçanti Omer Kajoshin që mori mundin nga Malësia të vi këtu. Falenderojmë të gjithë të pranishmit, nuk mund të lej pa falenderuar dhe kolegët e tij që për 20 vite në këtë sallë debatuan në mënyrë konstruktive, por gjithmonë me mirësjellje. Ju falenderoj shumë për prezencën. Ora përkujtimore u mbyll me ndjenja respekti dhe nderimi për jetën dhe kontributin e Hajrullah Hajdarit, një personalitet që la pas një gjurmë të fortë në fushën juridike, fetare e kombëtare.